Po jemi munduar që kësaj herë të japim rëndësi për zgjedhjes së materialeve dhe për zgjedhjes së interpretëve. Materialet janë përzgjedhur jo vetëm për atë humorin e pastër, por edhe si tematik të jetë ndryshme, por edhe si forma artistike, si forma të bërit humor skenik janë të ndryshme, sepse ka këtu disa nga nën zhanret e humorit, si që patë, për shembull, ishin stand-up komedi, komedi me një akt, filmi i shkurt, ishte monolog, ishte dialog, ishte skeç, komedi me një akt. Pra, ka shumë larmi zhanresh të humorit. Sa vështirë është ta mbajtje stekën lart? Kjo është shumë e vështirë, por ne kemi punuar shumë. Kemi punuar edhe kemi një muaj që punojmë për të arritë këtë dhe besoj që publiku e meriton shumë më shumë. Sepse publiku i Shkodrës e don humorin, sepse është një nga simbolet e këtij qyteti është humori dhe prandaj e meriton një festival marrëkombëtar të humorit. Po, janë gjitha materialet të reja, kemi pas disa bashkëpunëtor, jo vetëm të Shkodrës. Dhe kështu që siç vutë re ishte gjithçka për të bërë sa më argëtuese dhe njëkohësisht